është monumenti i Deradës. Bashkë me kolegun tim, me mikun tim Gzim Tafa, deshëm të ja u bëjmë ju këtë dhuratë. Ismail Kadare, shkrimtari më i njohur shqiptar ndërkombëtarisht, ka marrë këtë të shtunë çmimin special Jeronim Derada. Në 200 vjetorin e lindjes së Arbëreshit, organizatorët e panajirit të librit dhe ambasada italiane në Tiranë vendosën të akordonin për herë të parë një çmim të tillë, duke zgjedhur Enkas Kadaren, i cili e quajti nder marrjen e një trofeu që mban emrin e gjeniu të rilindjes tonë kombëtare. Kam kënaqësi pra të marr çmimin që mban emrin e këtij gjeniu, i cili riktheu letërsinë shqipe në orientimin e saj europian që ajo ishte duke humbur. Kam një kënaqësi që përbri meje është zoti ambasadori i Italisë, vendit që i dha e mbajti Deradën në gjirin e tij, si thuajse. Dhe këtu unë do të shikoja diçka simbolike të përbashkët, një program të hershëm që her pas here nuk e kemi haruar, nuk e kemi respektuar, por që për fat të mirë e kemi rigjetur. Programin e një Shqipërie pjesë të Europës. Më herët Kadareu vendos në stendën e shtëpisë së tij botuese për të promovuar librin më të ri Mëngjeset në kafe Rostand. Si gjithmonë prania e shkrimtarit të shquar në eventin e librit është një ngjarje që shoqërohet me radhë të gjata të adhuruesve të tij, të cilët nuk munguan as këtë mëngjes, duke pritur të merrnin një autograf nga Kadare. Libri i ri i shkrimtarit tonë më të rëndësishëm vjen pas publikimit të romanit Mjekullat e Tiranës. Mëngjeset në kafe Rostand është një përmbledhje me ese, vështrime, mbresa nga fëmijëria dhe tema që kanë të bëjnë me kulturën dhe letërsinë. Rostand nuk është gjë tjetër veçse bar kafeja nga ku Kadare shkrua në Paris prej vitesh.